Sara Hoxha ka reaguar për herë të parë ndaj zërave që qarkulluan në media lidhur për një lidhje të mundshme mes Ledri Vulës dhe Çencila Myrtezajt. E ftuar në emisionin Goca dhe Gra, Sara u shpreh se lajmet i ka lexuar njësoj si publiku dhe se nuk i takon të komentojë mbi diçka që nuk e di. Siç i keni lexuar edhe ju në telefon nëpër media, me Ledrin ka marrëdhënie shumë prindërore, kujdesemi shumë për Pojin. E lexova si gjithë të tjerët, ai është babai i Pojit, i uroj vetëm të mirat, cili ka jetën e vet. Nuk më takon as t'i mohoj, as t'i pohoj lajmet që shoh në portale kur nuk ja kam haberin fare, por e di që kemi të drejtë të dytë jemi të lumtur. Unë këtë ja uroj Ledrit se është babai i Pojit. Tha ajo. Sara shtoi se pavarësisht ndarjes, marrëdhënia me Ledrin është e mirë dhe funksionon mbi bazën e prindërimit të përbashkët. Gjëja më e rëndësishme për ne të dy është vajza. Pas gjithçkaje që kemi kaluar, ja kemi dalë të jemi aty për të. Marrëdhënia jonë është prindërore dhe mbi këtë bazohet gjithçka, përfundoi ajo.